shqetëson dikon kjo pastaj edhe në rezultatin zgjedhor? Është shqetësuese puna e buxhetit, jo e zgjedhjeve. Sepse unë mendoj që partitë opozitare nuk du të me asiguru kurumin Albin Kurtit për me zgjedh presidentin. A kanë me pas guxim? Dyshoj shumë. Po neve na kujtohet kur ka ardhur kryeministri Kurti në pushtet, partitë opozitare gjithmonë kanë thonë nuk po reagojnë se po kena qef me lon ky me gabu vet. Se nuk din e gabon. Po del që nuk kanë pasur drejt, se nuk ka nuk u ul vetëvendosja pse ka bu gabime, për kontrazi është rritë edhe më shumë. Pra ti nëse menon që do të me lon edhe 4 vjet, se mas 4 vjet e rëzojna, që e mos funksionan, nuk është strategji. Kështu që nuk do të mja bu korumin, do të me quvenin zjedhe. Njëherë, nashta nëse partitë opozitareve që kanë qëllimin mirëqenin e Kosovës, atëherë edhe nëse e prekin pikën ma të tyne politike, nuk është funi botës. Po çka nëse ka një rezultat të tillë sërish? Unë nuk po thëmë që nuk i merë votat e neta ose nuk merë ma shumë. Nuk ka na e garanci. Po cili është qëllimi nëse ti pja bën korumin? Ti pja bën një president që ka mi shërby edhe 5 vite tjera. Ta më në tere. Po, ta mën pateric e tina. Tash nëse është i njëjtë rezultat, si me shkunëzje dhe